desha t'jap një shpjegim. Kam marrë ca kërcënime para, kërcënime të vogla, se atë kanë bërë të mëdha, por për mua janë të vogla, po kam dalë me dhënë një shpjegim. Herë puna parë du me bëj falënderim për një adhetar shqiptar që ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm, edhe unë tim ju thonë që unë kam qenë familjarisht kur e kam pa, për kontributin UÇK-s me gjithë djalën e vet. Ky quhet Dilaver Goxhaj dhe s'ka shqiptar që s'duhet me ditë emrin e këtij robi. Pastaj du me nis pak me këtë ligjin e tokave bujqësore. Është një projekt ligj që është gati për miratim parlament për tokat bujqësore që priten mi ushit vetëm të hujve. Kam nevojë dhe kam dëshirë m'ia shpjegu pak shqiptarëve ç'është ky ligj. Ky ligj do të thotë që ne jena pronar tokash dhe do të vi një huj do blej 10 dylym. Dhe nëse ky huj ka bledhë 2 dylym, ti i linde drejtat na zaftoj krejt pronat sepse favorizohet nga që ka titullin investitor strategjik. Që ta kuptojnë krejt shqiptarët, parlamentit do me votu një projekt ligj që i jep favor të hujve dhe jo shqiptarve. Dhe ç'është më e keqja, nuk ka thonë të europianëve, por thot të hujve, dhe unë e pyes të Edi Ramën, kush janë të huj? Përveç kësaj tha, unë i kam posta deklarata Edi Ramës, edhe unë e di që ai se ka kuptu nga mburon ky mledh dhe t'ja shpjegoj tani. Kam fillu punë moshën 7 vjeçare, jetoj në Mamurra, s'kam lind Mamurra, s'quhem Erald Zef Noj. Kam fillu punë në moshën 7 vjeçare dhe gjithë qyteti im njohin kush jam. 7 vjeç m'janë qa durt, m'janë bo gjak, këtu një mu familjen se kemi lind edhe jemi rrit një familje të varfër. Në shkollë kemi hangër të jak se shpesh herë mzet e gjumi pa bo detyra, dhe mësus nuk e dishin. Kam shku student me këpus të grisme. Kam marrë 24 prodhime shtetërore me zotësi, pas një lek, kam 8.000 studentë shpitar. Ky mlefim, o zoti Edi Rama, vjen pak nga unë, se unë ta kam bo halal, pa drejtësit që m'ke bo mu. Më kanë djek dhe më kanë shoqëruar gjithë jetën. Por ajo që unë nuk i bëj halal, zoti Edi Rama, do ja them tani kush është. Unë quhem Erald Zef Noj, dhe Zef Noj është një nga themeluesit e Partisë Socialiste të rrethit Kruj. Dhe Zef Noj ka punu 24 vjetë mësus arsimtar dhe sot ka pension 100 euro. Dhe Zef Noj qanë kur flet me mu dhe thot më falni se kemi gabu. Më thot kemi gabu sepse na kanë hyrë parti kriminal, që zoti Edi Rama e di shumë mirë. E këtë nuk ta bëj halal zoti kryeministër. Sisht nuk bëj halal 36 vjet në anëstime që ka punu dhe është garavit me namajt me buk. Ndërkohë që ti ke vu kriminal mas kriminalin pashtit, më kresh Shqipërinë. Pra, zoti kryeministër, udhëlleti im, zemrimi im është si i kretë qytetarëve të kësaj proteste. Lutja ime është mos dërzona deri në fund, sepse çdo gjë e ka i fund. Qofse ne do paksohemi, qofse s'do të grumbullohemi, ky do fitoj betejën. Por ky s'mund ta fitoj kurrë betejën me njerëz të pastër si ne, gjithë bashkë.